Erdha këtu të stresa, pasi periode shumë të vështirë. E para gjë që më është siguria, unë ndjeva e sigurt për vetën time. Para gjykime nuk kisha, mbështetje nga stafi, nga punojësit, janë treguar shumë të dashura me mua, më kanë mbështetur profesin në çdo gjë. Familja ime në fillim e kishte shumë të vështirë, pasi mësoj çfarë më kishte ndodhur, kishte shumë të vështirë të më pranonte nga mentaliteti, opinionit të tjerëve, sado thoshin na vjen zore, kështu. Nuk kishte mësuar me idenë që unë e pësova. Tani, me kalimin e kohës, me mendimin e punojësve, gjithmonë ato i kanë folur vazhdimisht, i kanë parë ndryshimet e mia. Nuk është se janë shumë si më përpara, domethënë, nuk kanë ndryshuar. Kam bërë 2 kurse, rroba që pse dhe kompjuter, më pas fillova punë, ndihem mirë tek ajo punë dhe më pëlqen shumë. Me kalimin e kohës mund të filloj dhe studimet. Kjo pikturë, por dhe të tjera që ndodhen në zyrën tonë, si dhe ato disa piktura që ndodhen në stres, janë rezultat i një pune disa vjeçare që ka bërë grupi social i Qendrës së Parandalimit me shkollat artistike në qytetet Vlorë dhe Fier. Tematikat e këtyre pikturave janë marrë kryesisht pas një informacioni shumë të gjerë që Vatra ka shpërndarë tek ta nxënës në një cikël prej 11 temash, me një informacion të gjerë mbi çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore. Flasim për migracionin. Migracioni si krijon problemin që ky problem në themi u shfrytëzohet nga trafikantët për të ndërzuar trafikun e qenieve njerëzore. Si mendoni ju, si ka ndikuar ky migracion brenda për brenda? Keni një ide? Si ka qenë po? Lëvizja e njerëzve nga zonat rurale në zonat urbane ka ndikuar në zhvillimin e trafikimit brenda një vendi. Njerëzit për shembull kanë vetë në qytet, nuk janë përshtatur me kulturën e këtyre banorëve të afër, nuk kanë sjellur zakonet dhe kulturën e tyre, nuk kanë pasur përkrahje nga njerëz, kanë qenë vetëm, nuk janë përshtatur me komunitetin që ka rrethuar, dhe kjo ka ndikuar që ata të vjedhin pre trafikimit. Qendra Vatra ka rreth 3 vjet që bashkëpunon me shkollën tonë dhe me klasat tona, ku zhvillon rreth 2 seanca në muaj dhe diskutojmë për tema të ndryshme, siç mund të jetë trafikimi njerëzor apo dhuna në familje, në përgjithësi në komunitet, sida, përdorimi i drogës, të alkoolit, sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Tema të ndryshme domethënë që përkasin aktualitetit dhe moshës tonë. Mund të diskutojmë në familje, në shoqërinë dhe na bën domethënë që të mendojmë më shumë dhe të jemi më të matur apo të kemi një informacion më shumë për të bërë diçka në jetë. Vetëm për të shitur, pra vajza vetëm për të shkuar tek zuri. Prej më se 3 vjetësh ne punojmë jo vetëm në komunën e Vakatundit në cilën e jemi sot, por edhe në komunat Levan, në Roskovec, të cilat i përkasin rrethit të Fierit, por edhe në komunën Novosel dhe në komunën e Vakatundit që janë të rrethit të Vlorës. Jepen tema kryesisht për trafikimin e qenieve njerëzore, duke pasur parasysh që nga ky komunitet rreth 50% e vajzave që ne trajtojmë në stres vinë pikërisht nga këto komunitete, vajza që rekrutojnë trafikimin e qenieve njerëzore. Gjithashtu një problem mjaft i madh që ekziston në komunitetin rom dhe veçanërisht në këtë komunitet, në komunitetin e Vakatundit, është dhe problemi i regjistrimit të fëmijëve. Duke mos qenë i regjistruar, nuk je identifikuar, nuk ke një identitet tënd, një emër, një mbiemër. Duke mos qenë i identifikuar, je më vështirë për tu monitoruar ose për tu ndjekur nga shteti ose për t'i bërë pre e trafikantëve. E që kuptoj që ka po që ata ngelën 3 fëmijë. I ke të pa regjistruar me burin e parë. Ke qenë e celebruar ligjërisht në gjendjen civile. Po, atëherë ti ke problem dhe për të bërë divorc, ke dhe problem për të regjistruar fëmijën. Tani po, atëherë ishe në dijeni të ekzistencës së kësaj qendrës Vatra?
nuk keni qenë. Nuk ka rëndësi kjo, është e rëndësishme që të dish ku të trokasësh. Me qënë se ne kemi këtë seance, duke se sot, unë po të informoj që unë jam avokatja e qendrës, mbuloj të gjitha problemet ligjore, për çfarë të duash të kesh nevojë në lidhje me divorcin apo dhe regjistrimin e fëmijëve, do të them unë se çfarë dokumentash më duhen mua për të nisur ato procese, të gjitha janë falas, pas një lloj shpenzimi, dhe unë ju thash dhe pak më parë që mjafton ju të trokisni diku, të keni dëshirë që ju të trokisni diku. Ku ka patur dhe shumë fëmijë të paregjistruar, dhe nga këto kam përfituar rreth 123 fëmijë që vjet ishin paregjistruar. Dhe me stimulimin e shkallëzbadra, u detyruam shteti lokal të bënin vendimet e gjyqit për të regjistruar këta fëmijë, pavarësisht se si vjen do lidhe vendimi i qëllimtarës për regjistrimin e tyre. I gjithë aktiviteti Vatrës, gjithë sukseset tona në këto 11 vjet të punës tonë, bazohen në bashkëpunimin shumë të ngushtë që ne kemi me institucionet shtetërore si në nivel qendror ashtu edhe në nivel lokal. Marrëveshjet e bashkëpunimit që ne kemi me drejtoritë e policive të qarqeve të jugut, me drejtoritë rajonale të punësimit, drejtoritë arsimore, qendrat e fëmijëve profesional, në bashkëpunimin shumë të ngushtë që ne kemi me stresat e tjera, me organizata të tjera, jo fitimprurse që punojnë në fushën e antitrafikimit. Tash neve deri tash po e luftojmë që tek ne mos të ekzistojë kjo trafikimi i fëmijëve, edhe i vajzave. Po mundohemi që si mos të figurojë kjo trafikimi, se s'është e mirë për neve.